Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak rreth marrëdhënies së Mateos dhe Brikenës. Natën e mbrëmshme të dy ishin të ulur në dhomën e grimit dhe po bisedonin. Do me thënë Mateo përsëri e do shumë Brikenën edhe mundohet që t'i afrohet, ndërsa Brikena është përsëri shumë e ftohtë dhe me shumë arsyetime. Tani për mendimin tim, më e qartë dhe më e duartrokitshme te publiku do t'ishte në qoftë se Brikena do t'i thonte Mateos, i dashur Mateo, unë preferoj që këtu brenda të mos të bëjmë asgjë, ndërsa komplet marrëdhënien ton ta nisim jashtë. Unë dua që puthjen ty të ta jap jashtë, sepse unë personalisht kërkoj që të marr mbështetjen dhe pon e madhe nga familja ime. Kjo do t'ishte më e bukur se sa arsyetimet të cilat i ka Brikena. Tani, ditën e djeshme, Brikena arsyetoheshte tek Mateo që në qoftë se ti del nga shtëpia e Big Brotherit, unë jam e gatshme që të dal me ty se mua nuk më intereson asnjë gjë dhe të vazhdojmë gjithçka atje jashtë që kemi nisur. Mua kjo deklarata, me thënë të drejtën, mu duk një deklaratë boshe, pa shtyllë kurrizore, do me thënë s'kishte ku mbahet deklarata, sepse ti nuk mund të jesh një banore kaq kontradiktore. Do të thoni pse? Këtu në këtë pjesën je duke u grindur me Rogertin maksimum, duke bërë debate me Mirin dhe i thua që unë do t'jem finaliste dhe fituese e këtij reality show, ndërsa në anën tjetër në dhomën e grimit, duke e ditur që produksioni këto video t'i transmeton edhe në Prime, ti i thua Mateos që unë do të dal me ty edhe do vazhdojmë jashtë këtë marrëdhënie. Pyetja që unë bëj kundër drejt Brikenës në këtë rast është kjo: cili ka qenë qëllimi jot kur ke hyrë në Big Brother? Qëllimi jot kur ke hyrë në Big Brother ka qenë që të bësh një lloj fame, të gjesh një djalë edhe të largohesh, apo ka qenë të luash, të luftosh edhe ta fitosh? Sepse tek Selin jam i qartë, Selin e ka qëllimin ta fiton këtë reality show. Por në këtë rast te Brikena, cili është qëllimi i Brikenës në këtë lojë? Dhe deklarata dhe biseda që mundoheshte, do me thënë ditën e djeshme ta zbutën Mateon, mua me thënë drejtën nuk më joshi fare dhe nuk më duk diçka okej për ta dëgjuar. Do me thënë mu duk një diçka shumë fëminore që një vajzë thjesht mundohet t'ia thot një djalit për t'ia reatuar shpirtin edhe për ta hequr qafe. Veprimet më pas, do me thënë jo afrimi tek Mateo, jo biseda me Mateon, të qëndruarit më së shumti vetëm, të qëndruarit më së shumti në për shtëpi, do me thënë unë e kuptoj Brikenën që Mateo e ka lodhur me fokusin e tij, me emocionet e tij, me ndjesitë e tij, ajo dëshiron të jetë pak më e lirë. Mendoj që janë ca deklarata që janë aq të kota, sa që nuk është ndihmë që ti mund t'i bësh atij banori brenda shtëpisë. Ndihma që mund t'i bësh te Mateos në këtë pikë të lojës ishte goditja e madhe që Brikena do t'ia bënte Rogertit çdo ditë, do t'ia nxinte jetën me veprimin që bëri. Dhe jo t'i jep Mateos deklarata që ne do të vazhdojmë jashtë etj etj. Tani okay, kur Mateo do del jashtë edhe ta shikon atë famën që ka arritur, sa goca mund t'i shkojnë nga mbrapa, do dëshiron Mateo që ta vazhdon këtë gjë me Brikenën? Dua të marr mendimin tuaj për qëndrimet e Brikenës.